Përshëndetje të gjithëve, sot jemi duke luajtur Escape Tsunami for a Brain Rot edhe do presim sa të bëhet spawn celestiali që do dhe 11 minuta dhe do bëjmë gjithashtu trade me këtë fanzin tim që ky bëna prej tu, ky do na japi këtë Soxekola 344 trilion, kurse unë do t'jap këta lesion 326 trilion. Atëherë kështu e kemi lënë neve që ta bëjmë trading. Atëherë unë jam duke e marrë të timin dhe bëjmë pikak dhe do vemi që ta bëjmë trading. Do presim pak që ta marrë edhe ky fansi im. Ti shkruaj hi. I them hi. Okej, besi se e kuptoj se për çfarë i thash hi. Dhe tani më bëjmë gati për trading. Ky është afruar shumë afër meje. Edhe unë dhe të dashur miq tani fillon trading. Go, tani ky fansi im do ta pranoj. Dhe ja ku e ka pranuar ky fansi im. Dhe tani na doli kjo tabela. Unë futa Alesion. Tani ky fansi im duhet fusi Bernotin e vet e Soxekola. Dhe do ta bëjmë accept që të dy. Da presim sa ta fusi ky fansi dhe ta provojmë apo bën dhe prap na doli kjo tabela që as nuk e kuptova fare pse, por ju e dini që unë nuk e marr shumë vesh të tabelat. Okej, tani e kuptova që ky fansi im nuk e kuptoka dhe njëherë do ma çoj ky mua gift, njërë dhe atë qojë unë atit. A përndoj që nuk dhe biske. I dhe atë qojë unë njërë atit gift, dhe i duhet të pranoj. Okej. A i e pranoj, si që shifni. Dhe a i tani, besu që do ma qoj mua Soxekola gift. Ja, okej, ma qoj. Tani ky fansi im besoj se tani del nga loja. Besoj, nuk i dihet, jemi të private. Ja, doli nga loja fansi im të dashur miq. Dhe ja, e vëmë edhe sokun këtu. Do e rrisim pak se kemi lek. Do e rrisim pak si shumë. Do me thënë se kemi shumë lek. Okej. Dhe ja, ne tani do vemi në fund për të marrë celestialin, sepse edhe fansi im doli nga loja. E bëmë plan, kemi shkruajtur në, okej, vdiqa pa dashje. Kemi shkruajtur në numër personal. Edhe kemi lënë që kemi lënë kështu. Ai prap vdiqa pa dashje, ai nuk dini që ta bënte trading si më falni, trading si që pat. Por me thënë të drejtën, as unë nuk e dija se si ta bëja trading, por prap u rregulluam duke bërë me këtë metodën kështu. Duket si metodë pak si me mirë kjo, edhe unë e mbajta fjalën edhe juve teleshikuesit, edhe atit fansit që nuk do ta bëj scam. Edhe ja nuk e bëra scam. Unë tani e rrita shumë atë e sokun, edhe ja qova me foto atit. Edhe ai më tha shumë bukur. Theu direkt e përgjigjen. Ishte shqiptar, se mos kujtoni si ishte i huaj. Se i kam shkruar haj. Po haj flasin edhe shqiptarët. Që ta dini, okej. Kemi vajtur këtu në fund. Edhe tani do bëjmë muhabet deri sa të bëhet spawn celestiali. Private serverin e kam bërë për Hello Friends, ha? Inshallah po duam prap njerëzit që të bëjnë trade me ndonjë brinot të mirë. Mbase inshallah po duan që ta bëjnë trading me një brinot të mirë. Okej, tani thjesht po ri këtu.
Edhe besoj që ta bëri spawn, që të nisem diku kur tjetë 3 minuta, sepse unë për 3 minuta arri. Besoj që është I mirë ky Soksekola, që e bëm trade me atë fancin. Dua që të video qonin 100.000 like, 100.000 janë pak si shumë. Më i sa qoni super shumë like këtë video. Mbyteni me like, mbyteni me subscribe. Ju lutem shumë, mbyteni me like. Tani do t'i rrisim pak këta brinola, sepse janë shumë kot. Këta e lesën kemi për ta quar kaq, sepse mund na duhet për trade. Edhe këtë gatatinos kemi për ta quar shumë, sepse mund na duhet edhe për trade. Në një brino tjetër. Sërse do t'i qemë shumë të brinola, sepse mund na duhen edhe për trade. Që ta dini. Ose më mirë të dashur miq, po I qemë që gjitha 1 kuadrilion e sipër. Kemi brinotat më të mirë, kuptohet. Jam duke harxuar që gjitha legët e Alessio. Si që pat e kam bërë super shumë të fort Alession. Por jo më të fort se Soksekola. Okej, se di pse u bë kështu e zezë. Po, sepse nisi një event. Dhe tani besoj se ka ardhur koha për të nisur, sepse për 5 minuta mundet që ta arrijmë neve. Ose ndoshta shohim të kryejmë një kështu, s'pasna për të kryer. Po vemi dhe inshallah po na bie divën, sepse divën vetëm 2 herë në jetën time kam pasur. Edhe ato 2 herë që kam pasur, e kam pasur diku tek 1 SZ, edhe ma kanë bërë still me Robuxa, sepse atëre nuk kam pasur Robuxa dhe ma kanë vjedhur me Robuxa. Çdo njeri që luan në public, e di atë lojën në public, që stresoshaj shumë. Okej, vajte për 4 minuta, shpresoj që ta kapim. E dini që ajo lojë në public të streson aq shumë sa... Okej, vdiqa vetë. Na që jam shumë I fort, te këto të vogla nuk më nxejnë fare gati. Por besoj se këto do të arrijnë. Ja, së më bërën që këto, të rrezikshme. Besoj që do ju pëlqej shumë kjo video, sepse është ere pare ime që bëj trade me fansat. Okej, tani më nisemi. Besoj se sa të vemi neve do bëhet spawna I brinoti, sepse po vinë shumë dallga, sepse kur është eventi gjithmonë vinë shumë dallga. Në për eventi gjithmonë vinë dallga. Okej. Ja afër fundit jemi edhe pak. Duam mimit e Cosmic. Ja dhe pak edhe erdhëm. Ndërkohë që do marrim edhe Celestialin, po mendoj që ta kap në dorë edhe këtë UFO, edhe këtë Lucky Blockun, Radioactive, Secret, dhe mos të dashur miq. Kemi vdekur në momentin e fundit. Prap, nuk ka problem, I don't care. Se e sigur që kemi për ta marrë atë brinotin që do dali. Por në qoftë se na dalin këto, kemi pak problem duket. Po unë me atë fancin mbaruam dhe ai e bëri live direkte. Më mirë ashtu sepse me atë tabelin që e bën trade me vërtet, ishte pak si e zorshme ai. Me thënë, asaj fanci nuk e dinte, as unë nuk e dija se si bështe.
Okay, go. Okay, besoj se kësa herë do ta marrim. Jo si herën e kaluar që ishim me atë shokun, edhe nuk e morëm dot. Ja dhe u fola ki bloku po na pret. Tani e kapim. E kthehemi prapë në vend. Radioaktiv, më falni. Okej, tani vim këtu. Presim që të dalë Celestial Brain Rot. Dashur miq. Tani jemi duke pritur. Dali Brain Roti Celestial. Nuk e di dhe sa do që të dali, sepse kam vajtur këtu në fund edhe kur je këtu në fund nuk shef do të asnjë gjë. I bëj kështu më mirë me first person. Kjo lojë edhe juve po e pëlqeni, po edhe unë po, edhe mua vetë po më pëlqen shumë. Gjerisa kam hapur private server edhe e kam kokën rehat, nuk mi vjedh njëri bërinotat. Se kur nuk je në private server është pak si e keqe, sa mund të t'i vjedhin bërinotat. Tani besoj se bëhet spawn ai. Mendoj, nuk e di se për sa do që të bëhet spawn. Po që do t'i marrim 2 brinota me një herë, sepse ishte mas po na dilën ne nga fundi, po na del tu afër. Ishte kapim edhe t'ikim. Besoj tani që mbaroj dhe kjo eventi do bëhet spawn edhe i brinoti. Më mirë që mbaroj sepse ishte shumë koti. Okej, se di pse po vonohet kaq shumë. Celestiali për të dalë. Okej. Spawn Celestial. S'po shoh fare se çfarë ka dalë. Që do bëjmë go. Now, të dashur miq, përfundimisht kjo ishte videoja. Kjo ishte videoja e sotshme, nuk e morëm dot. Ishte Alesi sepse e pash. Kjo ishte video e sotme, edhe Celestialin nuk e morëm dot. Dhe ja, ku janë edhe njërë brinotat e mi. I kam të gjithë 1 kuadrilion e sipër. Atëherë dashur miq, shpresoj të ketë pëlqyer shumë kjo video, edhe se bëm trade. Faleminderit gjithëve. Shikojeni që të gjithë videon. Duaj që të çoni 50 like e sipër dhe të bëjmë 100 subscribers. Shpresoj të ketë pëlqyer videot e mia. Nëse ju kanë pëlqyer, bëni like dhe subscribe. Bye bye.